po sigurisht që mungesa e një drejtuesi policie, sigurisht që mendoj që mund të jetë një problem i serioz, sepse mungesa e drejtuesit të policisë, si thua, mbart me vete edhe mungesën e një strategjie të caktuar që një drejtues policie mendon apo dëshiron të ndjek për të luftuar fenomene të veçanta të krimit në tërësi apo fenomene të posaçme të krimit të organizuar apo kryerjen e të gjitha detyrave funksionale që policia ka në misionin e saj. Në këtë këmbështrim, unë mendoj që vonesa e emërimit të një drejtuesi të ri policie sigurisht që mund të ndikojë, pavarësisht se si thua sistemi apo strukturat, edhe pse mungon drejtuesi i emëruar i policisë së shtetit apo i mandatuar, mund të vazhdojnë të punojnë me drejtuesin e komanduar, por sigurisht që mungesa e atij personit i cili do të përcjelli filozofinë e tij, por do të përcjelli edhe filozofinë nëpërmjet cilës qeveria kërkon të luftojë krimin e organizuar.